ги преземе владата за да обезбеди доследна примера на законот за нефер трговски практики и да спречи неоправдани и драстични целосни разлики на идентични производи на пазарот и изголемување на цените на малопродажбата која на крај ја плаќаат граѓаните. Дали Комисијата за заштита на конкуренцијата, како што зборувавме овде во собранието при носењето на законот, е екипирана кадровски и технички за да на ефикасен начин ја изврши оваа своја законска функција. Nekad lik janë të përfshirë se 2548 produkte, ku shimore nga 27 praktika, ku është dashur tregtarët që t'i respektojnë gjithësisht prej furnizuesve të mos ketë më shumë se 10% marshë të lirimit nga produktet të cilët i blejnë. Dhe se përket Komisionit për mbrojtjen e konsumatorëve, dini që vetëm vitin që shkoi janë shqiptuar 30 dënime, ku është gjetur apo shpasur nga ky komision 4 kompani të ndaja tregtare të cilët në mënyrë kartel janë marrë vesh mes vetes që t'i rrisin çmimet dhe kanë ndikuar edhe të tregtarët tjerë që të rrisin çmimet. Por i morëm që kemi ulje të inflacion për 0.7% dhe kemi stabilizim të çmimeve. Do e ndjekim edhe në muajt më vazhdim dhe në qoftë se do duhet që të intervenohet për ndryshimin, jemi tu dhe do të propozojmë në parlament. Sa i përket ekipimit të komisionit, e tjetër me 3 punëtor, arritëm që të bëjmë sektor për e të komisionit, e rritëm numërin në 7, do ndryshime që të mundet të ekipohet dhe të jetë funksionant ashtu siç e kërkon rregullat apo ashtu siç është praktik në Bashkimin Evropian të praktikohet edhe tek ne. E publikojmë sindikatat, duhet të tentojmë që nuk është shport minimale konsumatore, po është shport elitar. Pasi që janë të përfshirë shumë artikë që një familje nuk i harxhon, edhe vetë ata të cilët e kanë përpiluar atë të venit dhe vetë ata të cilët e kanë përpiluar atë shport konsumatore, ata dalin dhe thonë që nuk është shport minimale, po ajo është për të krijuar politikë, ajo është që të bën politikë arbitore dhe të hidhet mjeku qytetarëve dhe të mos e dinë ndjenjen reale të cilën e kanë apo të mos jetë opinioni informuar në ndjenjen reale dhe se sa shpenzime ka për një muaj. Faleminderit. Комисијата за спречување за заштита на конкуренцијата, не знам дали преводот беше лош или вие направите лапсус, не Комисија за заштита на потрошувачите, туку за спречување на конкуренцијата, за заштита на конкуренцијата, треба да биде екипирана со човечки и со технички персонал, кој што ќе може на дневна основа да ги следи нефер трговските практики со оглед на тоа што и вие во ваша изјава имате дека договорите во најголем дел се по ред помеѓу договорувачите и купувачите, меѓутоа практиките не секогаш се во договорите, туку се во дополнителни активности кои не се наведени во договори, туку во дополнителни аранжмани преку маркетинг агенции, преку дистрибутивни агенции, БТЛ агенции и така натаму. Се продаваат во сите трговски ланци со цени кои што ќе бидат со многу мала дискрепанца за разлика од цена.